بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Falenderojmë Allahun te bareke ve teala që prapë na mundson u taku edhe me kujtu fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, edhe para saj fjalën e Allahu xhalla xhelaluhu. Po ja u kujtoj veç një rast që përmend një prej dietarëve, prej nxënësave të Sheikh Ibn Uthayminit, Allahu më shëroft, thot kur kemi shku në ders të Sheikh Ibn Uthayminit, Allahu më shëroft, shpesh herë ka godit karrikën e vet me dorë, edhe ka thonë nuk kena ardhur në këtë vend vetëm me mësu edukatën para diturisë. Shumë shpesh thot ne ka përmend këto. Një prej hoxhallarëve ton është Sheikh Sami Al-Waqid, Allah e ruajt. Kështu që elusim Allahun xhalla wa ala më na mundsu me shtim praktik ato që mësojnë prej edukatës. Nga se edukata mirët për me praktiku ato. Ilmi pa edukat, dituria pa edukat nuk ka vlerë. Po vazhdojmë me lejen Allah te bareke ve teala aty ku kemi mbet me komentimin e kapitullit e tika dhe mirësjellja nga Sahih Imam Buhariut, Allah më shëroft, të nën kapitulli i 41. Imam Buhariu, Allah më shëroft, titullon këtë nën kapitull El-miqatu min Allahi ta'ala. Dashuria për dikë vjen prej Allahut te bareke ve teala. Edhe e transmeton hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha ahabba Allahu 'abdan nada Jibril." Kur Allahu e don ndonjë prej robërve të tij, e thirret Jibrilin. Edhe i thot: "Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbah." Fa yuhibbuhu Jibril. I thot atij me të vërtetë Allahu te bareke ve teala e don fulanin. Cilin ndonjë prej robërve të vet, cilin e don Allahu xhalla wa ala. I thot Allahu me të vërtetë e don filanin. Fa ahibbahu, duja edhe ti Jibril. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa yuhibbuhu Jibril." Pastaj e don atë rob edhe Jibrili alayhi salam. Fa yunadi Jibrilu fi ahli as-sama. E pastaj Jibrili alayhi salam thret tek banorët e qiellit. Edhe ju thot: "Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Me të vërtetë Allahu e don robën e tij filanin. Duajini edhe ju, o melek të qiejve. Fa yuhibbuna. E pastaj e dojnë edhe banorët e qiellit atë rob të Allahu xhalla xhelaluhu. Thot në vazhdim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thumma yuda'u lahu al-qabulu fi ahli al-ard." E pastaj ai njeri bëhet i pranueshëm dhe i dashur për banorët e tokës. Kretë kjo si pasojë e dashurisë të Allahu xhalla xhelaluhu. Fillojnë e dojnë melek të qiellit, në krye me Xhibrilin alayhi salam, e pastaj bëhet i pranueshëm dhe i dashur edhe në tokë tek njerëzit të krijesat e Allahu xhalla xhelaluhu. E si fitohet dashuria e Allahu xhalla wa ala? Përmes cilave vepra. Një prej veprave kryesore me cilën apo përmes cilës përfitohet dashuria Allahu xhalla wa ala është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhalla wa ala në surën Ali Imran: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj o Muhammed, in kuntum tuhibbuna Allah, nëse jo po pretendoni dhe po thoni se e dojmë Allahun, atëherë më pasoni mua. Fattabi'uni. Nga se nëse më pasoni mua, yuhibbukum Allah. Kam ju dasht Allahu juve. Dhe më thonë dashuria Allahut përfitohet përmes pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe si pasojë kësaj, thot Allahu xhalla wa ala: "Wa yaghfir lakum", edhe u fal juve dhunubakum, gjunahet tuaja. Wallahu ghafurur rahim, Allah është falës i madh dhe mëshirues i madh. Kjo është prej shkaqeve të para. Prej shkaqeve dyta përmes cilave mundna me fitu dashurinë e Allahut xhalla wa ala është plotësimi i farzeve edhe shtimi i suneteve apo nafileve. Transmeton Imam Buhariu një hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot: "Inna Allaha qal", thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha qal", me të vërtetë Allahu ka thënë. Është hadith qudsi, fjala Allahu xhalla wa ala. Çka thot Allahu xhalla wa ala? Thot: "Men 'ada li waliyan faqad adhantuhu
bil harb, kush dhe që armitson ndonjë wali dashur timin, rob të mirë të afër që don Allahu azza wa jall, faqad adhantuhu bil harb, unë i kum shpall atij luftë. Pastaj vazhdim thot: "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayh." Dhe nuk ndodh që afrohet robi im me diçka më dashur tek unë se sa me farzët cilat ja kum obligu atij. "Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dhe vazhdon robi i Allahut, thot Allahu xhallahu ala, të afrohet me ibadete nafile vullnetare tek Allahu azza wa jall, hatta uhibbah, derisa të don Allahu azza wa jall atë rob. Fa idha ahbabtuhu, çka ndodh pastaj? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Pastaj unë bëhem, thot Allahu xhallahu ala, kur të dua atë rob, dëgjimi i tij me të cilën ai dëgjon, dhe shikimi i tij me të cilën shikon, dhe dora e tij me të cilën ai godet, dhe këmba e tij me të cilën ai ec. Do të thonë ai njeri pastaj kur të fiton dashurinë e Allahut, nuk dëgjon haram. Dëgjon veç atë që Allah është i kënaqur me ta. Nuk shikon haram, e shikon vetëm atë që Allah është i kënaqur me ta. Nuk prek, nuk godet në haram me dorën e tij. E as nuk ec, nuk shkon vendet ku Allahu nuk është i kënaqur me shkurët e tij. Wa in sa'alani la u'tiyanna. Dhe patjetër që atëherë kur të don Allahu këtë rob, nëse kërkon diçka prej Allahut, la u'tiyannahu, do t'ja jap. Wala in ista'adhani la u'idhanna. Edhe nëse kërkon strehim tek unë, unë do ta strehoj, do t'i ndihmoj atij. Ky është hadithi i njohur në Sahihun e Buhariut për gjithë. Po ky e ka edhe një shtesë më shumë që shumica prej besimtarëve nuk e din. Thot Allahu xhallahu ala në vazhdim: "Wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi al-mu'min." Dhe unë, thot Allahu xhallahu ala, nuk hezitoj me bo diçka qysh hezitoj me amar shpirtin besimtarëve. Nga se thot në vazhdim: "Yakrahu al-maut", nga se besimtari e urrejn vdekjen, "wa ana akrahu masa'atahu", dhe unë e urrej që me ndija ata mu një keq ose mi bo diçka keq robit. Subhanallah, Allahu xhallahu ala thot çit vepër kur të bëj, se çit urdhër kur të japi, hezitoj. Pse? Se robi jam nuk e don vdekjen e unë nuk du mi bo keq robit tim. Subhanahu wa ta'ala. E sa i përket vdekjes, cilën e urrejn njerëzit, transmeton Imam Buhariu edhe Muslimi një hadith nga Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Kush e don takimin me Allahun, edhe Allahu e don takimin me ta. E kush e urren takimin me Allahun, edhe Allahu e urren takimin me ta. Është interesant këtë rast, Aisha radhiyallahu anha e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë: "Ja Rasulullah, kush prej neve nuk e urren vdekjen?" Ka menduar që është fjala për vdekjen, me dashur vdekjen si proces. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që nuk është për qëllim me dashur takimin me Allahun, me dashur vdekjen si proces, jo. Po është për qëllim që kur vjen vdekja si proces, e që është urrime të krejt njerëz, vindo me laçet bukura që vinë me marr shpirtin, edhe i vjen era e mirë, edhe duken mirë. Në këtë rast, besimtari e don takimin me Allahun. Nuk i intereson dynjaja me çka konto. Nuk mërzitet se kom po i lën dynja, nuk mërzitet se qysh po i lën ata. Po krejt çka mendon është takimi me Allahun xhallahu ala. Edhe në ato momente e don takimin Allahu xhallahu ala, edhe Allah e don takimin me ta. Edhe kundërta në njëjtin rast, jo besimtari, kur i vin melekt, i vin në formë të shëmtume, edhe në mënyrë të keqe, edhe dokën keq, në pamje të keqe. Edhe ai në ato momente nuk don me taku Allahun azza xhall, për shkak se friksohet, e din çka ka bo. E si rrjedhoj, edhe Allahu xhallahu ala nuk e don pastaj takimin me të. Edhe një vepër tjetër është që është shkak për shtimin e dashurisë së Allahut për robët e tij, e që është një hadith që transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij nga Ebu Idris al-Khawlani, një prej tabiinëve, i cili thotë kum shku në Damask. Edhe e kum pa një njeri i cili ka marrë ders edhe krejt njerëzit në afru rreth tij e kam pyet për pyetjet e tyne. A thotë se kum ditë kush ka qenë ai.
Pastaj kur pyetëm kanë treguar që është Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thot kom prit në ditën së dy, edhe kom shkuar dhe kom fol, edhe kom thon wallahi inni la uhibbuka lillah. U betun Allahun ka thon wallahi o Muadh, un ty du për hir të Allahut. Kur e ka pa që ai po i shpjegon për dinin e Allahut, ja u shpjegon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe para hadithit librin e Allahut xhalla xhelaluhu, edhe ku njëri që ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka nejt me ta dhe ka transmetuar prej tij, ka thon wallahi du shumë për hir të Allahut. Edhe pyet Muadhi i thot Allah, i thot apo betohesh ti që më don mua për Allahun? Ai thot po pashallah. Prapë pyet edhe një herë. Prapë edhe një herë ja kthen njëjtë. E pastaj thot abshir. E përgëzon Muadhi Abu Idris al-Khawlani tabinin. Çka i thot? Thot unë kum dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë që Allahu jalla wa ala thot, edhe ky hadith qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya. Thot Allahu jalla wa ala, dashuria ime është obligative për 4 llojet njerëzve. Ata që duan për hir të Allahut, ata që vizitohen për hir të Allahut, ata të cilët ulen edhe rrin bashkë për hir të Allahut, edhe ata të cilët shpenzojnë për hir të Allahut xhalla xhelaluhu, e dim që shpenzimi është me pasuri, me kohë, e me vëmendje e kështu me radhë. Lutim Allahun xhalla wa ala të na bëj prej tyre. Në kapitullin tjetër i 42 në renditje është el hubbu fillah, dashuria për hir të Allahut. Dashuria në mesin e besimtarëve për hir të Allahut. Edhe transmeton Imam Buhariu këtu hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La yajidu ahadun halawat al-iman hatta yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Nuk e gjen ëmbëlsinë e imanit njeriu, askush prej njerëzve, derisa të doj vllain e tij besimtar vetëm për hir të Allahut, jo për diçka tjetër. Nuk e lidh diçka e dynjas që me dasht atë vëlla, po e don veç për hir të Allahut azza xal. Kjo e para. Për me shiju ëmbëlsinë e imanit, njeri do të me dasht vllain e vet vetëm për hir të Allahu xhalla xhelaluhu. Çfarë der nëse keni mundësi me çel, shkon mirë. E dyta, وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله. E dyta, dhe derisa hedhja në zjarr të jetë më e dashur për të, se sa kthimi në kufër, në mosbesim. Pasi që Allah ka shpëtu, ko një njeri në kufër edhe në shirk, Allah ka nxjerr prej kufrit edhe shirkut edhe ka shpëtu. Tash për të do të me qenë më e dashur me hudh në zjarr, se sa mu kthi prapë në kufër edhe në shirk. Edhe e treta, وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Edhe nuk e shjon ëmbëlsinë e imanit robi, përderisa të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më dashur tek ai se sa gjithçka tjetër, se sa çdo krijesë tjetër. Kush i ka këto 3 cilësi, atëherë le të dinë që e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. E për secilën prej këtyre ka shumë argumente kuranore dhe të sunetit. Ndërto është hadithi Muslimit sa i përket dashurisë për hir të Allahut. Hadithi Abu Hurajrës radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ditën e gjykimit: "Ayna al-mutahabbuna bi jalali?" Ku janë ata që janë dashur për hir timin, për hir të madhërisë sime. "Ayna al-mutahabbuna bi jalali?" Kjo ka më kon thirrë Allahut. Edhe thot: "Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Unë sot po i fus këta që ndash për hir timin në hijen time, ditën kur nuk ka hije tjetër. E kjo hije është hija e arshit të Allahut subhanahu wa ta'ala. E që hadithet tjera komentojnë se këto thot në hijen time, po në hadithet tjera thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është hija e arshit të Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo sa i përket dashurisë për hir të Allahu xhalla wa ala, sa i përket daljes prej kufrit edhe mos dëshirës me u kthim ta, thot Allahu xhalla wa ala në surën Al-An'am: "Aw man ahyaynahu aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." I krahason Allahu dy llojet njerëzve. Ai që ka qenë i vdekur, aw man kana maytan,
ka qenë kufër edhe në shirk edhe në dalalet edhe në bidat edhe në nifaq edhe në gjithë shka të keqe. Fa ahyaynahu, na kena ringjall ato. Ja kena ringjall shpirtin edhe zemrën e tij. Wa ja'alna lahu nuran, edhe i kena jep atij nur, dritë, yamshi bihi fi an-nas. Përmes asaj dritës ecë në mesin e njerëzve. A është që ky njëjtë kama mathaluhu fi dhulumat, sikur sa që është në errësira të shumta, laysa bi kharijin minha, i cili s'e ka asnjëherë me dal prej tyne. Thot në vazhdim Allahu xhallahu ala, kadhalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Kështu ju është zbukuru jo besimtarëve vepra e tyre të cilën e kanë bërë. Allahu na rujt. E kur e dim që Allahu xhallahu ala me mirësinë e tij na ka nxjerr prej errësirave të shumta, prej vdekjes na ka jep jetë zemrës dhe të shpirtit, atëherë do të me falëndëru Allahun xhallahu ala, edhe dohet me u kthy në kufër edhe në shirk, me dasht ma përpara mu gjujt në zjarr se sa me u kthy në kufër edhe në shirk. Edhe në fund dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu Ta'ala para tij, thot Allahu xhallahu ala në disa ajete të surës Al-Baqara, wa min an-nasi man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ka prej njerëzve, prej besimtarëve, që marrin për zota idhuj, yuhibbunahum ka hubbillah, cilët i dojnë sikurse Allahun xhallahu ala. Allahun e dojnë shumë, po edhe idhujt i dojnë barabart me Allahun azza wa jall. E tash Allah i përmend besimtarët. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ata cilët besojnë, ata kanë dashuri shumë më të madhe për Allahun, sesa dashuria e jo besimtarëve për idhujt edhe putat e tyre. Pastaj vazhdim thot walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab, sikur ta kishin ditë atë kishin pa jo besimtarët. Atë ditën kur kanë dalë para Allahut edhe kanë u dënu. Edhe çatër kanë me marrë vesh që anna al-quwwata lillahi jami'a, që krejt forca është e Allahu xhallahu ala. Nuk kanë ata mundësi me bë kurrë, s'kan mundësi as me ndryshu diçka në ditë. Wa anna Allaha shadidul adhab, edhe kanë me marrë vesh që Allahu dënon me një dënim tepër të madh. Edhe tregon Allahu xhallahu ala, subhanallah, gjendjen e këtyre jo besimtarëve në ditën e gjykimit, çka bojnë. Dhe tregon thot idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhab. A ditë këta cilët janë pasu paria e kufarëve, largohen edhe distancohen prej pasuesve tyne, subhanallah. Wa ra'u al'adhab, nga se e shohin dënimin me sytë e tyre. Wa taqatta'at bihim al-asbab. Edhe ditë çdo lidhje që e kanë pas para ditës gjykimit shkëputet. Qoftë e lidhje shoqërore, familjare, çfarë do lidhje që kanë pas këta njerëz në vetë, pasues me të pasumit, do të thonë kanë u shkëput në ditë. Wa qala alladhina taba'u, pastaj ata pasuest kur të shohin subhanallahu këtë gjendje, edhe dëshpërohen tepër shumë, edhe shohin që ta dhurumt e tyne, ata të mëdhejt e tyne s'u pibojnë kurrë hajër, s'u pibojnë dobi, thonë wa qala alladhina taba'u law anna lana karra. Sikur të kishomujt na mu kthy veç edhe një herë në dynjë. Çka më bukur kthejmë dynjë? Fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Që mu distancu na prej tyne, ashtu që ata sot po distancon prej neve. Te kishum di që është qështu, na ishum distancu prej tyne në dynjë. Po se kena ditë edhe kena ardhur ditën e gjykimit, Allah na ka treguar. Tash thonë law anna lana karra, të kishum mu kthy veç edhe një herë në dynjë. Fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhim. Kështu Allahu xhallahu ala ja u tregon veprat e tyre, bindjen e tyre ndaj jo besimtarëve, pasimin e tyre që kanë bërë verbresht. Kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhim, edhe ishtin me u piklu edhe me u pendu për çato, edhe me u mërzit po s'kan çka me bë. Wa ma hum biqarijin min an-nar, ata nuk kanë mundësi të dalin prej zjarrit të xhehenamit, Allahu na ruaj. Po ashtu sa i përket dashurisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi një hadith nga Enes radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. S'ka besu askush prej juve me besim të plot,
që shkërkohet për Allahu xhallahu ala, përderisa të jam unë më i dashur për ta se sa babai i tyre, fëmijët e tyre dhe njerëz në përgjithësi. Është shumë interesant një rast që ka ndodhur me Omerin radhiyallahu anhu, është hadith që transmeton Buhariu edhe këtë hadith nga Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu, e tregon një rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ka pas Omerin për dorë, ka për dorë. Edhe në këtë rast Omeri ka thonë ja Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Ti ja Rasulullah je më i dashur për mua se sa çdo gjë tjetër. Përveç vetës sime, veten tëme dua më shumë se sa ty ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot la walladhi nafsi biyadihi. Jo pash ata që shpirti im është në dorën e tij. Jo pash Allah, s'bën me kon kështu. Çish do të më kon? Hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Ke besu çish do të edhe do të më kon çashtu që më mdasht mua më shumë se sa veten tonë. Mani Omeri radhiyallahu anhu ndryshon jetën e tij. Dhe lund diçka në zemrën e tij për imanit që ka pas, edhe i thot ja Rasulullah fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Pasha Allah në i dërgumi Allah, që tash të ju bone ma i dashur për mu, se sa vetja ime. E ju e dini që sahabit shpesh, Abu Bakri, Omeri, Abdullah ibn Amri, Abu Dharri, edhe sahabit tjerë, i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Të ju dërguar i Allahut, je më me vlerë dhe je më i shtrenjtë për mu se sa babaj edhe nëna ime. Kjo është rezultati i dashurisë që kam pas edhe që kanë ndërtu për mbi dituri, për mbi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. S'ka besuar askush me besim të plot, përderisa të jem unë më i dashur për ta se sa babai, fëmijët edhe njerëzit në përgjithësi. Pastaj hadithi i radhës apo nën kapitulli i radhës është i 43, edhe këtë nën kapitull Imam Buhariu Allah më shëroft e titullon me një prej ajeteve të surës Al-Hujurat. Titulli i nën kapitullit është ajet i surës Al-Hujurat. Ku thot Allahu Jalla wa Ala, ja ejuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa', asa an yakunna khayran minhun. Thot Allahu Jalla wa Ala, o ju të cilët keni besuar, i thret besimtarët me thirrjen e imanit. Ju thot mos u tallni njëri me tjetrin, nga se ai i cili tallet me dikon, ky i dyti me cilin po tallet ka mundësi të jetë më i mirë se sa jo. E as gratë thot mos tallen njëra me tjetrën, për shkak se ato gratë me cilat po keshin kanë mundësi më kon më të mira se sa ato gratë cilat po keshin dhe po tallen me to. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Mos e nënçmoni njëri tjetrin. Dhe mos e thirrni njëri tjetrin me llagape apo nofka, cilat ata nuk i dojnë. Bi'sa ismul fusuqu ba'da al-iman. Nga se i shëmtuar është emri i keq pas besimit. Mu bo njëri fasik dhe mu bo njëri keq, masi që ka besu Allahun te bareke ve teala është gjendje e keqe. Bi'sa ismul fusuqu ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Ata që nuk pendohen te Allahu Jalla wa Ala, ata janë zullumçar shumë të mëdhej. Për shkak se i bojnë zullum vetes, nefsit edhe shpirtit tyne edhe trupit tyne. Me gjunat që bojnë Allahu Jalla Jalaluhu, pastaj dënohen për to. Mirë, në kapitull e sjell Imam Buhariu një hadith në të cilin ndalon nga dy sjellje të këqija. E para është përqeshja e njerëzve. Për atë arsye ka prodhe këtë ajet sikur titull në kapitullit. Nuk e lejon Allahu Jalla wa Ala me përqesh njerëz, don me përçu këtë mesazh. Edhe e dyta, ndalesa për rrahjen e grave. I njëjti hadith i ka këto të dy ndalesa. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abdullah ibn Zam'a radhiyallahu anhu, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju min al-anfus. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që njeriu me i përqesh njerëz të tjerë kur lirojnë gazra pa qëllim. Nëse ndodh dikujt me liru gazra pa qëllim, sikur që tash për shembull me xhles dikush është smutë dhe liron një gaz pa qëllim. E ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përqesh ato.
për shkak se e shtin vllahun ton musliman me uni keq. Kjo e para. Edhe e dyta, thot Abdullah ibn Zam'a, wa qala, edhe ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bima yadribu ahadukum imra'atahu darb al-fahl aw al-'abd. Thot si ka mundsi që dikush për juve ta godas gruan e tij sikur se godet kalin apo robin që kanë rapt përpara. Thumma la'allahu yu'aniquha. E pastaj ta përqafoj atë. Qysh ka mundsi dikush me goditje të fortë gruan e vet, edhe pastaj me dashur dhe me përqafu ata dhe me prit që gruaja vet e don edhe përqafon edhe sillet mirë me të. Padyshim që nuk ka mundsi. Këto dy sjellje të këqija pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam i ka ndalu në hadithin e Abdullah ibn Zam'a radhiyallahu anhu. Hadithi i radhës është hadithi i Iyas ibn Abdullah ibn Abi Dhubab radhiyallahu anhu, në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la tadribu ima Allah. Mos i goditni robreshat e Allahut. Këto nuk e transmeton Imam Buhariu këtë në kapitull, po Abu Davudi. Thot mos i goditni robreshat e Allahut, ndalon goditjen e grave. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن. Vjen Omeri radhiyallahu anhu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ankohet. I thot ja Rasulullah, gratë janë bot pabindura ndaj burrave të vet. Nuk po i ngojnë burrat e vet, po kanë sjellje të këqija me burrat e tyre. Farakhasa fi darbihin. Thot mas kësaj ankese të Omerit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka leju rrahjen e tyre. E ka leju rrahjen e grave. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. Masi që ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që lejohet për shembull me i rreshtë për qëllim për mi jep edukat atyne, mi eduku edhe mi tregu që çështja është serioze, nuk bën me vepru kështu, veç me u tërheq vërejtën. Normal jo me godit që për shembull mi ia thyna jashtë ose me ajë ose me grith ose me shkyl kurrën ose mishin kështu. Po vetë sa mi shti ato muni që kjo është për shkaqe edukative, edhe kjo është me shfaq mërzin edhe hidrimin që e kam ndaj teje, për një vepër shumë të keqe që e ka bu. Me rëndësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka leju këto, kur u anku Omeri dhe ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto, thot transmetuesi kanë ardhur shumë gra te gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në anku që burrat e tyre pirrejnë shumë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thot sahabive laqad tafa bi ali Muhammedin nisaun kathirun yashkuna azwajahun. Dalë dhe ju thot te gratë e mia kanë ardhur shumë pe grave, edhe në anku që burrat e tyre janë të irrej ato. Edhe këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon realitetin e njerëzve që i rrahin gratë. Thot leysa ulaika bi khiyarikum. Këta njerëz nuk konsiderohen të jenë prej njerëzve të mirë në mesin tuaj. Këta njerëz nuk janë më të mirë të mesin e juve. Do thonë këta kanë cilësi që nuk ish dashur me i pas. Edhe me këta Allahu te bareke ve teala përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon që goditja atyne nuk është e lejuar me çato rregulla që i përmendëm, që mos me i vra ato, mos me thyna jashtë ose mos me shkyl kurrën ose mishin e kështu me radhë. Edhe Imam Tirmidhiu Allahu e mëshiroft e transmeton një hadith prej Aishës radhiyallahu anha, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i çmon edhe i respekton edhe i ngrit shumë njerëz që sillen mirë me familjet e tyre, e që kryet familjeve zakonisht patjetër që janë gratë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më të mirët në mesin tuaj janë ata që sillen më së miri me gratë e tyre. Edhe unë, thot për vetën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam më i miri në mesin tuaj në këtë aspekt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më së miri është sill me gratë e tij. Kur Allahu xhalla wa ala i përmend gratë dhe tregon që i ka kriju për neve, tregon se çysh do të me kon raportin mes burrit edhe gruas. Edhe në çka do të me mbajt martesa. Allahu xhalla wa ala në surën Ar-Rum thot min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Thot prej argumenteve të mëdha
të ekzistencës, edhe të njohshmërisë, edhe të madhështisë të Allahu xhallahu ala, është që prej llojit juve, o burra, ka kriju për juve gra. Me çfarë qëllimi? Li teskunu ilejha. Ky është qëllimi kryesor. Li teskunu ilejha, që të pushoni dhe të rahatoni kur t'jeni tek ato. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Edhe i përmend dy cilësi, cilat i ka bo në mesin e bashardhve. Thot wa ja'ala bainakum, dhe ka bo në mesin tuaj mawadda, dashuri, edhe e dyta rahme, mëshirë apo dëmshuri. Martesë njëri patjetër që do të me pas dashuri, po hala ma shumë se sa dashuri do të me pas dëmshuri dhe mëshirë. Në mënyrë që martesa me ecë ashtu që Allahu te bareke ve teala është i kënaqur. Inna fi dhalika la ayat li qaumin yatafakkarun. Me të vërtetë, në krijimin e grave prej llojit burrave, edhe krijimit grave për shkak që burrat me pushu tek ato, edhe me të vërtetë në krijimin e kësaj dashurisë dhe mëshirës edhe dëmshurisë në mesin e dy bashardhve, thotë Allahu ka shumë argumente për ekzistencën e Allahu xhalla xhelalu, për ata që meditojnë. Pastaj e sjell Imam Buhariu hadithin e Ibn Umerit radhiyallahu anhuma, në të cilën thot qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Minan, kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mina, vend në Mekë, ka thënë: "Atadruna ayu yawmin hadha?" A e dini se cila ditë është kjo? Ju ka drejtuar sahabive. Sahabit ju kanë përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si shumë shpesh: Allahu wa rasuluhu a'lam. Ka thonë Allah dhe i dërgumi i tij e din, na nuk e dina cila ditë është kjo. Ju ka thonë fa inna hadha yawmun haram. Me të vërtetë kjo është një ditë e shenjtë. Ka qenë dita e Bajramit, dita e Nahrit, dita kur pret kurbani, dita kur haxhilerët bojnë mas shumti vepra të haxhit, dita kur i prejnë flokët, dita kur e bojnë tavafin, dita kur e prejnë kurbanin, dita kur i gjujnë guralecët. Krejt këto vepra i bojnë haxhilerët në ditën e 10 të muajit Dhulhijja. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pyetur: "A dini ju cila është kjo ditë?" Ata kanë thonë: "Jo." Ka thonë: "Kjo është një ditë e shenjtë." Do thonë ditë shumë e madhe, dita e Bajramit. Ky rast ka ndodhur kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu haxhin. Pastaj ju ka thonë: "Afatadruna ayu baladin hadha?" A e dini ju se cili vend është ky? Cili qytet është ky? Cili vend është ky? Ka thonë prap: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Baladun haram." Ky është një vend i shenjtë. Mina është pjesë e haremit Mekës. Është vend i shenjtë. Është vend ku bën këto ibadete të mëdha. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ky është vend i shenjtë. Mirë, pastaj ka pyetur: "Të drune ayu shahrin hadha?" A e dini se cili muaj është ky? Prapa ta kanë thonë Allahu wa rasuluhu a'lam. Ju ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shahrun haram." Ky është një muaj i shenjtë. Vesh paramendani subhanallahu këtë rast. Janë mbledh në ditën e 10 të Dhulhijhes, ditën e Bajramit. Sahabit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në haxh. Edhe pi pyet: "A e dini ju cili është ky vend? Vend i shenjtë. Cila është kjo ditë? Ditë e shenjtë. Cili është ky muaj? Muaj i shenjtë." Do të thonë muaji Dhulhijhe, muaji i haxhit. Dita e Bajramit, Yawmun Nahr, dita e 10. Edhe vendi Mina. Ka dashur me u tërheq vëmendjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me ju tregu diçka të madhe. Ju thot në vazhdim: "Fa inna Allaha harrama alaykum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha." Ka thon tash pedeni që është ditë e madhe, edhe ditë e shenjtë, edhe vend i shenjtë, edhe muaj i shenjtë. Dijeni që Allahu xhalla xhelaluhu gjaçet tuaja, gjakun, pasuritë tuaja dhe nderin tuaj e ka shenjtru, edhe i ka bëu të shenjta sikurse shenjtëria e kësaj dite në këtë muaj, në këtë vend. Pra, përfitohet për këtij hadithi që pasuria e besimtarit, gjaku i tij, nderi i tij, krejt këto janë haram. Janë sene të mëdha që neve nuk na lejohet me i prek, nuk na lejohet me dëmtu besimtarët, as në pasuritë e tyre, as në familjet e tyre, as në gjakun e tyre. Mirë, pastaj është edhe
në kapitulli 44 në vim, cilin veç po e fillojmë me një hadith ose dy, nashta 3, edhe e përmbyllim inshallah. Këtë në kapitull e titullon Imam Buhariu ma yunha min as-sibabi wal la'n. Çka ndalohet prej sharjes dhe mallkimit. Edhe sjell disa hadithe. Ndërto hadithi i parë është hadithi Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr." Ofendimi apo sharja i muslimanit, ofendimi apo sharja e muslimanit është gjuna e madhe, është fisk, fusuq. Wa qitaluhu, dhe luftimi i tij është kufër. Kufër e dini çka e bën, ndalje nga feja. Këtë hadith nuk është për qëllim që nëse një njeri e lufton një besimtar tjetër, del prej fesë dhe bëhet kafir. Jo. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu ka pas për qëllim me autorej vrejtjen besimtarëve, edhe me tregu që mi kërsnu, mi tregu që njeri do të me ruaj gjuhën e tij. Jo mi shoh besimtar, se hin gjuna, po as me i luftu ata, nga se kjo vepër është vepër tepër e shëmtuar, edhe dënohet njeri për të Allahu xhallahu ala tepër shumë. Mirë, a lejohet në raste të caktuara që njeri me fol fjalë që nuk janë të mira, me shoh për shembull dikon, ose me thon diçka keq, lejohet. Thot Allahu xhallahu ala në surën An-Nisa: "La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim." Allahu nuk e don që njerëzit me fol fjalë të këqija, vetëm se në rastin kur aty në ju bëhet zullum. Kur dikujt i bëhet padrejtësi, lejohet me fol keq për atë njerin që i ka bëu padrejtësi. Nëse dikush e shan dikon, në raste të caktuara lejohet edhe ky me shato. Normal edhe sa në tjera nëse godet, i lejohet me godit e kështu me radhë. Po me rëndësi, ky ajet na jep me kuptu që lejohet në raste të caktuara, kur është nevoja, me fol njeri diçka që paremisht edhe zakonisht është e papëlqyeshme. Kur dikush i bën zullum atij diçka, lejohet me tregu zullumin e tij që ka bërë, lejohet mi tregu cilësitë e tij të këqija që ka pas, nëse shat lejohet me shoh e kështu me radhë. Ndërsa kjo tjetra, wa qitalu kufr, luftimi i tij është kufër, Allahu xhallahu ala na tregon se çka do të me vepru nëse ka luftë në mesin e besimtarëve. Në surën Al-Hujurat në thot: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Nëse dy grupe besimtarëve luftojnë mesin e tyre, fa aslihu bainahuma. Jo pajtoni ata në mesin e tyre. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Nëse njëna prej tyre e tepron edhe vazhdon me i luftu besimtarët e tjerë, grupën tjetër të besimtarëve, edhe pse ju tash keni ndërhy, grupi i tretë ka ndërhy edhe po don mi nda dy palë të muslimanëve. Po tash njëna palë për këtyre dyave prap po do me tepru edhe me vazhdu me i luftu këta besimtarët, thot Allah xhallahu ala: "Fa qatilu allati tabghi." Edhe jo luftoni tash këtë grupin tjetër. Hatta tafi'a ila amri Allah, derisa të kthehet te urdhri i Allahut, derisa të kthehet te gjykimi i Allahut. Se kjo pala e tretë ka hije dhe ka dashur me i nda, ka dashur me gjyku me ligjin e Allahut xhallahu ala, me tregu që ju dy palë jeni besimtar, nuk lejohet me luftu. Tash njëna palë po do të janë as po dojnë me ngu fjalën e Allahut, po dojnë me luftu këta. E jo, atëherë edhe shteti islam do të me luftu këta. Fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Nëse ata tash lëshojnë pa edhe dojnë me u kthy në gjykimin e Allahut, atëherë nalën edhe mos i luftoni. Fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Atëherë ju pajtoni ata në mesin e tyre me drejtësi. Bil 'adli wa aqsitu. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli fa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Nga se Allahu xhalla wa ala i don shumë ata që janë të drejtë. Pas këtij luftimi që ndodh mes dy grupeve besimtarëve, do të me i pajtu me drejtësi. Jo vetëm me i pajtu me thon nal në luftën edhe u kry me çkaq. Jo, sa aty kanë hinjën një tjetrin hak. Janë vrarë pa nevojë, janë dëmtu pa nevojë. Do të me jap secilët hakun e tij edhe me gjyku me drejtësi. Hadithi tjetër është hadithi Abu Dharrit radhiyallahu anhu, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alayh illa lam yakun sahibuhu kadhalik." Edhe këto është një kërcënim i madh, edhe një tërheqje e madhe e vërejtjes.
ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk ndodh që dikush ta etiketoj tjetrin si mëkatar, e as ta etiketoj tjetrin si kafir me kufër, veç se nëse ai njeri nuk është kafir, nëse nuk është jo besimtar, atëherë kufri i tij i kthehet atij cili ka foli parë. Illa irtaddat alayh, i kthehet atij. Nëse ka thonë ti je fasik, ti je gjunaqar i madh, ai nëse s'është, kjo fjalë i kthehet vetes tij. Edhe nëse i thotë ti je kafir, je jo besimtar, kjo fjalë prapse prap i kthehet këtij njeri. Kështu që njeri do të më pas shumë kujdes se çka po flet dhe çka po çet prej gojës së tij. Kena përmend hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kush e ka besuar Allahun edhe ditën e gjykimit, ka besuar që ka me dalë mu llogarit para Allahu xhallahu ala, atëherë le të fol mirë ose le të hesht. Edhe hadithi i fundit për sonte është hadithi i cili po përsëritet prap, u përmend edhe një herë përpara, në kapitujt e tjerë, hadithi i Enesit ku pejgamberi ku Enes radhiyallahu anhu e cilëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol fjalë të këqija, as nuk ka qenë mallkues, as nuk ka qenë ofendues. As e ka mallku kërkon, as si ka fol fjalë të këqija. E tregon se çka ka bu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dashur me çortu dikon prej sahabive. Thot kana yaqulu 'inda al-ma'tiba, kur ka dashur me çortu dikon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç i ka thonë: "Ma lahu tariba jabinuhu." Çka ka ky njeri, ju pluhërost valli. Është një fjalë e kena përmendur përpara që e kanë përmend arabt kur kanë dashur me tërheq vërejtën dikujt, kur kanë dashur me çortu dikon, ka thonë: "Ma lahu, çka ka ai, tariba jabinuhu." Ju pluhërost valli. Çikash? As nuk i ka shoh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as nuk i ka mallku, as nuk i ka ofendu. Përkundrazi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka bind urdhët e Allahut wa qulu lin-nasi husna, dhe thuajini njerëzve fjalë të mira. Besoj që kaq mjafton për sonte, pastaj hadithet e mbetura të këtij në kapitullet i vazhdojmë inshallah javën tjetër. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.